Kavaleta me 100 punë në vizatim qëndruan për disa ditë me radhë në shëtitoren e Sarandës në syt dhe vlerësimin e publikut. Autor të tyre ishin nxënës nga 6 shkolla nëntëvjeçare të territorit administrativ të Bashkisë së Sarandës, prej atyre që dallojnë për prirjen e veçantë në arte pamore. Në ceremoninë e organizuar në mjediset e Galerisë Art Saranda, përshëndeti Elena Shkurti, shefe e kabinetit të Bashkisë Sarandë, e cila falenderoi ata që u bën pjesë e këtij eventi, duke vlerësuar se pasioni i tyre për vizatimin dha një mrekulli të vogël në shëtitore. Për talentin tuaj edhe për mënyrën e veçantë se si ndjenjat tuaja dhe mendimet tuaja ju i hidhni në letër edhe aty jashtë në bulevard ne mund të shikojmë një mrekulli të vogël të bërë nga dora tuaj. Ju përgëzoj për talentin dhe do mundohemi të gjithë së bashku, ne si bashki, drejtorët e drejtorisë arsimit të galerisë dhe të gjitha instancat e tjera që t'ju motivojmë sa më shumë të kemi mundësi që ju pasionin tuaj ta vazhdoni dhe ta arrini edhe në nivelet më të larta edhe në konkurse të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare. Shkollarët artistë u vlerësuan duke marrë certifikata për pjesëmarrje, ndërkohë që për punët më të vlerësuara nga juria u dhanë çmime dhe dhurata. Jam një nxënës i klasës së 7C në shkollën Adem Sheme. Ndihem shumë i emocionuar për këtë çmim që ka marrë dhe që ka ndalë vendi i parë në konkursin artist i vogël dhe çmimi që ka marrë janë disa korniza, disa bojra vaj për të pikturuar dhe unë të kjo piktura ime kisha vizatuar disa enë të Muzeu Arkeologjik dhe Kapetani. Vi nga shkolla Qefqet Sulejmani, kur mora vesh për zhvillimin e pjesëmarrjes konkursit të pikturës, mendova të merrja pjesë dhe vizatova diçka ku ne jemi, detin, që është karakteristik e Sarandës. Me këtë pikturë me pretendoja vendin e parë, po sigurisht jam shumë e gëzuar që mora vendin e dytë dhe përfaqësova shkollën time. Galeria Art Saranda është të bërë shtëpi atyre që udhëhoqi procesin krijues të 100 shkollarëve të shtrirë në kohë, thot drejtori Lefter Çeko. Ishte një manifestim i bukur i gjithë nxënësve të Bashkisë Sarandës. 6 shkollat me rreth 100 nxënës të talentuar çelëm këtë ekspozit në kuadër të turizmit të Sarandës. Me vlerat e tyre, me pasionin e tyre, me ngjyrat e tyre, me motivet e bukura, e nisëm veprimtarinë disa ditë më përpara, që të kishte kohës gjatje, edhe pasi u vizituar nga shumë vizitor, ne dhe menduam ta mbyllim sot me dhënien e çmimeve, e vlerësimeve të këtyre nxënësve të talentuar nga të gjitha shkollat. Fëmijët në punimet e tyre të sinqerta, kjo është karakteristike, shprehin çka atyre u bën përshtypje nga e bukura, nga jeta, nga dinamika e zhvillimeve. Pra i gjejmë të gjitha motivet e zhvillimit të shoqërisë tonë nëpërmjet penelit, dorës, mendjes dhe në thellësi shpirtit të tyre që i kanë hedhur në këto fleta vizatimi, telajo dhe në të gjitha teknikat. Ky edicioni 4 i artistit të vogël, sipas drejtorit të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Ismail Myrtaj, shënoi një cilësi të re. Ky është edicioni 4 i konkursit të pikturës ndërmjet shkollave nëntëvjeçare të territorit të Bashkisë Sarandë. Ne si institucion i Qendrës Kulturore të Fëmijëve kujdesëm që ky aktivitet të dilte sa më mirë, si ishte një pjesëmarrje shumë e madhe e fëmijëve në çdo vit, talentet rriten. Specifikuan disa piktura të veçanta dhe shpërndam disa dhurata simbolike, mjet e pune për të vizatuar, si për shembull telajo, penela. Qyteti tridimensional i detit, diellit dhe dashurisë, pasuria historike, arkeologjike dhe kulturore, dëshirat dhe dukuritë sociale të moshës dhe shoqërisë shkollore ishin ato që tërhoqën interesin e artistëve të vegjël sarandiot dhe u bën tema të vizatimeve të tyre të frymëzuara. Eventi Artisti Vogël në këtë edicion të 4 pati bashkëpunimin ndër institucional mes Drejtorisë Arsimit në Bashkinë Sarandë, Qendrës Kulturore të Fëmijëve Sarandë dhe Galerisë Art Saranda.